Përshëndetje shikues të Ekran Kosovës. Protestat nuk po ndalen, gjithandej ka kërkesa. Dikush i bën për t'i kthyer shkeljet, dikush i bën për ndërtuar një kauz tjetër. Dhe natyrisht ndërtimtarët sot kërkuan diçka nga komuna e Prishtinës. Janë disa pika të cilat ata kanë orientuar protestën e sotshme. Komuna, Shpendameti, Liburna Liu, Dardan Sidiu, shpesher në konferenca për shtyp, pastaj me qëndrime, kanë orientuar opinionin publik se ndërtimtarët kanë punuar paushall, pa ndonjë plan të veçantë dhe ka pas shkelje të rregulloreve. Dhe natyrisht edhe kërkesat e sotme kanë të bëjnë me ato më kryesoret, ajo që me datën 23 do të mbajnë një protest, kanë kërkuar shkarkimin e Liburna Liut, për arsye se ka 70% me pak leje se në vitin 2013, dhe kanë kërkuar, nëse nuk gaboj rregullore në ndërtimit që s'kan një rregullore ndërtimit që s'ka plane rregulluese, drejtoria urbanizmit mos me zbatu. Të gjitha këto për 30 minuta me nën kryetarin e Prishtinës, Dardan Sidiu. Dardan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Batan. Nuk i shqetësoj, besoj, kjo protest? Në fakt, është shqetësuese për arsye se ne kemi pas takime me shoqatën e ndërtimtarëve për të plotësuar kërkesat e tyre. Ju e dini që unë vip i botës financave, kam qenë bankier për 10 vite, dhe kërkesa kryesore me drejt e shoqatës ndërtimtarëve ka qenë që garancioni bankar, e cila është një kredi e kushtueshme, të hiqet si kusht për ndërtimtarët në Prishtinë, me arsyetimin se kjo është një bare rënd financiare dhe me arsyetimin që kjo është barierë për të ndërtu. Pra, ata kanë thënë që në vend se ne të investojmë në ndërtim, neve po na kërkohet që të paguajmë garancione bankare dhe kredi. Dhe ne në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Republikës Kosovës, përkatësisht me guvernatorin, kemi diskutu dhe kemi kërkuar nga ai që të na siguroj që nëse ne i heqim garancionet bankare, a mundën kompanitë e sigurimeve të mbulojnë këtë pjesë. Dhe jemi dakorduar. Dhe i kemi heq me njerë pas kërkesës garancionet bankare. Më pastaj, shoqata ndërtimtarëve ka kërkuar nga ne, pra pas heqjes së kësaj bare financiare, ka kërkuar nga ne që të vendosi një person në drejtorinë e urbanizmit, të deleguar nga shoqata e ndërtimtarëve. Në ç'kuptim të deleguar? Po ai rrin në drejtoritë urbanizmit, e paguajnë ata? Ata e paguajnë, ne ja kemi siguruar zyrën, pajisjet, dhe ai ka zyrën ngjit me drejtorin Liburna Liu. Është kjo precedent që i kanë edhe... S'ka ndodhur për 15 vite kërkon të heq. Jo në Kosovë, po as në rajon. Ne jemi të hapur, nuk kemi çfarë të mshehim. Dhe drejtori i urbanizmit Libuni ka thënë asnjë telash nuk ka, për mua është masi mirë se ardhur. Mirë, me që përmendet Libunin, thotë këta ndërtimtarë e kërkojnë shkarkimin e Libunit, ka 70% me pak leje se në 2013. Cila është e vërteta? Po e vërteta gjithmonë fshihet në numra. Po. Pra, dhe unë me vete këtu i kam 2 tabela, vërtet 3 tabela, cilat me leje prej jush do i trajtoja. Mirë. Tabela e parë, në vitin 2013, në qytetin e Prishtinës janë dhënë 93 leje të ndërtimit. Në vitin 2013? 2013. Në vitin 2014 janë dhënë 86. Matematika në thotë që janë më pak se 10% dallim. Por dallimi është të ndërtimet pa leje. Po kuptoni pra? Pra, nëse janë dhënë 86 leje në vitin 2014, ndërsa në vitin 2013 janë dhënë 93, dallimi është 7 leje. Kjo më pak se 10%. Kjo i bie që vitet e kaluara kanë ndërtu këtë pa leje. Po më lejeni t'ju informoj, e dinë edhe qytetarët e Prishtinës. 46.000 objekte pa leje në Prishtinë. 46.000 objekte pa leje në Prishtinë. Në fakt, unë besoj që edhe ju pajtoni që nuk guxojmë të lejojmë degradimin e qytetit, sepse as në aspektin funksional, as në aspektin estetik, nuk mund ta përballojmë një degradim të tillë. Kjo po më thoni që në Prishtinë ka një betejë për ujitjen e Prishtinës dhe ndaljen e degradimit? Është një prej betejave kryesore të 15 viteve të fundit dhe e them me plot përgjegjësi, jo vetëm si nënkryetari i kryeqytetit, por edhe si një person i lindur e i rritur në Prishtinë. Para se të shkojmë te shifrat, a do të thotë kjo se ka një betejë mes këtij rrjeti ndërtuesish edhe juve pikërisht për shkak të ndërtimit të një koncepti të ri për... Absolutisht, Baton, absolutisht, mund të cak. Pra ne me ardhjen në pushtet,
kemi siguru që në Prishtinë të ndalet ndërtimi pa leje. Dhe kemi punuar intensivisht gjatë vitit 2014 që mos të ndalet procesi lejeve, sepse po e shihni edhe me numra jemi mirë. E dyta, që të krijojmë një rend dhe rregull në sektorin e ndërtimit. Edhe në aspektin ekonomik, baton kjo ka logjik. Pra, në një ekonomi të tregut, nëse nuk janë të barabartë akterët ekonomik, pra dikush favorizohet për shkak lidhjeve politike, ai gjithmonë është më përpara se tjerët. Tash t'ju pyes konkretisht, ju keni këtë përplasje me grupet e privilegjuara nga kaluara, apo keni përplasje vërtet me lejet e ndërtimit? Po shihni, tash po ju do dy momente. Momenti i parë, shoqata e ndërtimtarëve të Prishtinës, edhe një herë, shoqata e ndërtimtarëve të Prishtinës është distancuar nga protesta. Shoqata e ndërtimtarëve Prishtinës është larguar nga protesta, nuk don të marrë pjesë. Cilat shoqata janë në protestë? Po është Brahim Selima, i cili është një ndërtues në Pej. Dhe i cili pas vetes e ka dhe Nebizariqin. Ju e dini Nebizariqin. Tash po flet me emrat përveçëm. Po, sepse ky është kryetari i shoqatës të ndërtimtarëve dhe prodhuesve të materialeve ndërtimore në Kosovë, Brahim Selimaj. Është ndërtues në Pej. Nebizariqi ka qenë nënkryetara, shef ekzekutiv në kohën e LDK-s. Dhe në fakt ka qenë edhe pjesë e komisionit i cili ka qenë kështu me ngulm. Ka thënë, nëse hiqet garancioni bankar, ne s'kërkojmë asgjë. Veç këtë barë financiare na largoni. Dhe ne e larguam. A do të thotë kjo që Brahim Selmanaj, Selmanaj, nëse po flasim për të njëjtin person që ka qenë kandidat i Lidhjes Demokratike për deputet në listën. Nëse po flasim për të njëjtin, tash nuk e di. Njëjti person është. Dhe Nebizariqi, gjithashtu antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë shtyrë politikisht, për arsye se nëse ja keni plotësuar kushtet që i thoni ju, atëherë dhe ju kanë premtuar se nuk do bëjnë këtë. Ne jemi ulë dhe kemi diskutuar me ta detaje. Kërkojmë heqjen e garancionit bankar, është plotësuar. Kërkojmë një person në urbanizëm që të përcjell lejet, ja kemi plotësuar. Ai sot është në zyre ai person. Gje ka qenë në zyre. Ai vjen aty çdo ditë. Kanë kërkuar që standardizohen procedurat. I kemi dërguar letrën e procedurave të standardizuara atyre dhe USAID-it, dhe shoqata ndërtimtarëve ka ardhur tek ne me 5 ndryshime prej 20 pikave. Dhe këto 5 ndryshime janë tu diskutuar me ekspertë të USAID-it se si këto 5 pika mund të përputhen me ligjin e ndërtimit. Në fakt, nëse më lejohet veç thjesht për ilustrim. Po tash kthehemi te ato pikat të cilat urdhra. Do me thonë, në vitin 2013 kanë qenë 93 leje të dhëna, ne kemi dhënë 86 në vitin 2014. Pra, ky fakt, to që e thënë 70%, kjo nuk shëndron. Ky 70% që mund të jenë lejet ndërtimet pa leje që janë bënë në Prishtinë, por nuk lejojmë ndërtim pa leje. Dhe bizneset, ndërtimtarët serioz, tashmë janë në situatë shumë më të mirë se që kanë qenë 15 viteve të fundit. Garancioni nuk kërkohet, janë të barabartë me gjithë, nuk ka më të preferuar. Të gjithë janë të barabartë. Janë rregullat, kushtet e ndërtimit, i plotson, vazhdon me punë. Dhe sot në Prishtinë ndërtohet. Vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti janë dhënë 45 leje. Pra gjysma e lejeve të vitit kaluar. A janë dhënë për ndërtues të ri apo për ata që kanë ndërtuar në Prishtinë? Edhe të rit, edhe ata që kanë ndërtuar, gjithë ata që i plotsojnë kushtet në përputhje me ligjin dhe në proces që brenda 2 javë ipën janë edhe 28 leje për ndërtime kolektive. Pse janë këto 28 leje është interesante, sepse ne në mbledhjen e fundit të Kuvendit Komunal e aprovuam planin rregullues Arbëria 3. Dhe 8 leje shtesë janë aty që do ipën brenda këtyre 2 javëve, plus 20 leje që janë përpunuar gjatë 3 mujorit pra. Pra 28 leje kemi vetëm në procedurë dhe janë dhënë 45. A ka revidim të lejeve në këtë periudhë? Ka, absolutisht. Ju e dini që në Prishtinë ka pas leje të cilat kanë qenë në kundërshtim me planin rregullues. Dhe ka pas leje që janë në kundërshtim me planin zhvillimor urban. Dhe normalisht duhet revidohen, sepse për të vendosur rregull në treg, duhet sigurohemi që të gjithë akterët ekonomik në këtë rast, ndërtimtarët, qytetarët dhe komuna janë në një trekëndsh ku që të gjithë i dinë rregullat e lojës. Dhe askush, e posaçërisht jo bizneset e forta të mëdha të lidhura me pushtetin, mund të përdorin këto lidhje. Në fakt në Prishtinë ka ndodhur një ndalje, nëse mund të shprehem kështu në terma mjekësore. Kemi pas një pacient në gjendje kritike. Vitin e parë e kemi stabilizu, ka qenë në emergjencë, e kemi stabilizu. Dhe tash, ky pacient është i gatshëm që të vazhdoj tutje në zhvillim normal. Prishtina ka sfida të jashtëzakonshme, por sfida kryesore ka qenë që këtë betejë në mes të grupeve të forta të interesit që kanë ndërtuar pa leje dhe kanë bërë konkurrencë jo lojale në treg, sepse keni ndërtimtar serioz që kanë punuar si duhet. Dhe një ndërtimtar serioz baton ka paguar lejen.
ka punuar me kushte ndërtimore që i ka dhënë komuna, ka shi një ndërtimtari tjetër i cili ka pas lidhje me politikën dhe nuk ka paguar asnjëherë, nuk ka ndërtuar me kushte dhe në këtë betej normalisht që fiton ky lidhur me politikën. Mirë, të dy ndërtimtarët të cilët i përmende me emrat përveçëm, me Bizariqi dhe Brahimi, si kryetari i shoqatës. Le të më fal Brahimi nëse ja them mbi emrin gabimisht, për arsye se ju e përmendet edhe tash nuk e di për cilin person është fjala. Këta dy, a kanë evidenca se kanë punuar projekte pa leje? Që kanë shkel rregullat e ndërtimit? Une për zotin Selimaj nuk mund të flas me një kështu kompetencë sepse nuk ka ndërtuar në Prishtinë me sa e di, ka ndërtuar në Pej. Por prej themi kështu gojdhënave, jo prej fakteve, prej gojdhënave është ndërtues në Pej dhe mund këtë ta verifikoni edhe me kryetarin e komunës a është ndërtues me leje apo pa leje. Pa mirë. Pra, sa i përket zotit Zariqi, zoti Zariqi në fakt ka ndërtuar në Prishtinë, por është një prej ndërtuesve i cili ka obligime ndaj komunës Prishtinës. Dhe obligime financiare, pagesa që s'janë bërë. Pagesa që s'janë bërë komunës Prishtinës. Dhe nëse ti nuk i bën pagesat, normalisht që ki avantazh në treg. Normalisht, sepse është kosto të cilën ti nuk e kalkulon në çmim. Kjo realisht është lidhje konjunkturale që është leju privilegje, kështu dënim me tonë. Absolutisht, është lidhje pastër konjunkturale, kur kemi prej në këto lidhje konjunkturale. Jo vetëm në urbanizëm, por edhe në gjitha drejtori tjera në cilat kjo lidhje konjunkturale ka kriju favore, kanë fillu këto diskutime dhe gjithë ndërtimtarët, cilët e kanë parë këtë, janë distancuar me njëherë. Desha të pysh diçka rreth një prej kërkesave ishte edhe rregullorja ndërtimit që s'kan plane rregulluese. Drejtoria e urbanizmit mos me zbatu këtë rregullore, çaj bie kjo? Për qytetarin më ia shpjegu për çfarë është kjo kërkesë realisht e ndërtimtarëve? Kjo kërkesë është fare e thjeshtë. Ata kërkojnë që ne në fakt të mos zbatojmë ligjet cilat janë votu në Asamble Komunale në shtator të vitit 2013, një muaj para zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës aprovon në Kuvendin Komunal planin zhvillimor urban. Dhe plani zhvillimor urban është mbi plane rregulluese. Por, me që është mbi plane rregulluese, në gjitha hapësirat ku zbatohet plani zhvillimor urban, nuk ka gjithmonë plane rregulluese. Dhe këta kërkojnë që ne më zbatojmë asnjërin as tjetrën. Ke parasysh, pra, tjetë një sistem në cilin favorizohet ndërtimi i karshit qytetit dhe zhvizionit. Dhe kjo i bie që në vendet ku s'ka plan rregullues ta mund ndërtojnë, ta paraqisin leje dhe mund ndërtojnë vetë. Po pra, dhe kjo nuk ka kuptim. Kjo nuk ka kuptim. Ne duhet sigurohemi dhe jemi në diskutime me ta. Keni parasysh sot personi i cili e ka dërguar ata si shoqat është në drejtoritë e urbanizmit i ulur aty. Dhe tema këtu nuk është se a mund të ndërtojnë. Kjo nuk është temë sepse numrat e flasin vetë. Veç për ilustrim. Jo vitin 2013-2014, por 2014-2014, Bashkia Tiranës dhe qyteti Prishtinës. Ju e njihni Shqipërinë shumë mirë, e dini që Bashkia Tiranës ka potencë financiare 2 fish më të madhe se Prishtina, ka hovë më të zhvillimit ekonomik më të madh se Prishtina, ka potencial blerës 2 fish më të madh se Prishtina. Ke dyndjet nga veriu janë aty? Aty, pra është qytet i cili është, themi, spaku 2 herë më i zhvilluar se Prishtina, për momentin ekonomikisht, financiarisht. Numri i lejeve të ndërtimit në Bashkinë të Tiranës për vitin 2014 është 83. Ka dhe një arsye. 86 në Prishtinë. Ka dhe një arsye në Tiranë. Po mund të ketë, por apo e kuptoni, në Podgoricë është 100, në Podgoricë është 100, në Shkup është 111. Apo e kuptoni për çfarë po flasim? Pra nuk po flasim për ndaljen e lejeve të ndërtimit. Në fakt po flasim për ndaljen e asaj që i thanë në njërin prej gazetave ditore që i lexova, urbanicidit që i ka ndodhur Prishtinës. Mirë, kur po flasim për urbanicidin, realisht në gjuhën e atyre që bëjnë krime, ta janë kriminal. Realisht, për arsye se e dëmtojnë shijen, e dëmtojnë qytetin, dëmtojnë gjëra cilat realisht në urbanizëm quhen komunikim me vizualitetin, me atmosferën e sene. Nëse ju e keni ndalë këtë urbanicid në Prishtinë, atëherë më thuaj për çfarë tash duhet të angazhoni, cilat firma duhet të ndërtojnë që ta kthejnë shijen e Prishtinës dhe a ka firma në listë të zezë nëse kanë bërë urbanicid? Nëse i thu dikuj kanë bërë urbanicid, atëherë pse se keni ndërtuar edhe listën e zezë të firmave që s'mund të bëjnë më? Është pyetje shumë e vënë, baton, dhe më duhet të them që ne kemi dërguar në prokurori mbi 100 lëndë
për cilave shumica kanë të bëjnë me kompani ndërtimore, cilat kanë qenë në këto lidhje konjunkturale dhe që kanë shkatruar qytetin e Prishtinës në këtë formë. Edhe njerë, bëjmë darjen mes ndërtuesve që janë të lidhur kështu dhe ndërtuesve që ndërtojnë sepse e kanë biznes dhe punojnë me këte. Dhe ka dallim të madh këtu. Dhe prokuroria e dini prej rastit parë deri më tani sa raste i ka trajtu? Asnjë. Ne si komunë, po të ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prokurori i shtetit do ishte i lumtur që e ka një kryetar komune dhe një drejtor urbanizmi i cili është i gatshëm të denoncojë çdo vepër e cila ne konsiderojmë që është vepër penale. Dhe këtu prokuroria nuk e merr asnjë hap të vetëm. Kjo është, në fakt, ju them, është për të ardhur keq. Mirë, por nëse prokuroria nuk merr, a keni të drejtë ju të krijoni lista zeza? Jo, ne s'kemi drejtë. Ne trajtojmë secilin biznes përderisa ai është në kuadër të, si me thonë, spektrit ligjor i pandëshkuar, i padenuar, ne duhet të trajtojmë secilin lanë. Atëherë dhe ju po krijoni një lloj pabarazie në treg. Për arsye se firmat e cilat kanë ndërtu dhe kanë bërë urbanicid, prap janë konkurrencë me ato firmat e cilat në mënyrë të ndershme kanë ndërtuar realisht. Edhe brenda rregullorës. Por ka një dallim të madh. Sepse ato në të kaluarën nuk kanë paguar taksa, kanë të kaluar leje, s'kanë marrë leje ndërtimi fare. Sot asnjëra prej tyre nuk mund ndërtoj asgjë në Prishtinë, pa kaluar nëpër këtë proces. Dhe këtu po vjen te lashja, sepse po këta nuk janë të interesuar të kalojnë këtë proces, sepse nuk janë të mësuar në këtë proces. Janë të mësuar në procesin tjetër. Procesin i cili është i nën tokës. Proces i cili nuk e sheh shtetin në funksion të zhvillimit, por e sheh shtetin në funksion të zhvillimit vetë personal. Në fakt, unë e kisha me thënë që në komunën e Prishtinës, prej vitit 2014, ne kemi arritur që të krijojmë tregun i cili është në përputhje me standarde, me rregulla dhe në përputhje me një vizion cili ne mëtojmë të zhvillojmë Prishtinën. Në Prishtinë ka shumë pak lagje tashmë të cilat nuk janë degraduar tërësisht. Lagja Dodona ju e keni pa çfarë është. Lagja Matinik ka qenë potencialisht një lagje shembull, sot është në situatë jashtëzakonisht vështirë. Por e kemi Prishtinën e re dhe i kemi disa hapësira tjera publike që po mundohemi mi rigjeneru, dhe në këtë aspekt për shembull ndërtimtarët kanë kërkuar që shpronësimi me koeficient, pra me etazhitet me koeficient, të bëhet më shpejt, mos bëhet si në të kaluarën. Edhe këtë e kemi plotësuar. Pra, hiqet garancioni bankar, shpronësimi në koeficient bëhet më shpejt, personi brenda në urbanizëm, sa i përket volumit të punës. Vesh edhe një krahasimi i lëndëve. Në vitin 2013 në drejtorinë e urbanizmit, ndërtimit dhe mbrojtjes mjedisit, kanë qenë 2209 kërkesa në vitin 2013. Në vitin 2014 rreth 4000, 2 fish më shumë kërkesa i kemi për lëndë, leje ndërtimore, informime për çështje urbane, leje mjedisore komunale. Çdo aktivitet është 2 fishu puna. Dhe a e dini pse? Sepse e kemi pikrisht një drejtor i cili përmbahet rregullave, ligjit dhe procedurës dhe puna ecë mirë e marr. Nuk bllokohet për subjektivitet personave dhe konjunkturave. Po, ju mendoni që ataku ndaj Libor Naliut është pikrisht është parimor dhe shkarkimi i tij kërkohet pikrisht se ai dëshiron ta vendosë një rregull? Shihni, nuk mund të kërkoni prej komunës Prishtinës që një drejtor, një kryetar, një nënkryetar të mos zbatoj ligjin. Dhe në fakt kur e bëni këtë kërkesë, jeni duke kërkuar të kthehemi në para vitit 2014. Dhe është kërkesë e cila për mua është e dhëmshme, sepse dikush që pretendon që është biznes serioz, që pretendon që menton krimin edhe zhvillimin e këtij, krimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e këtij vendi, nuk mund të kërkoj diçka të tillë. Jo që nuk mund të kërkoj diçka të tillë, por nuk duhet as të mendoj. Pra, nuk mund të themi Libor Naliu, Dardan Sejdiu, Shpend Ahmeti. Jo, komuna Prishtinës, qeverisja komunale, e lëvizjes vetëvendosje, është qeverisja e cila ka me zbatuar rendin, ligjin, ka me pas rend, dhe në gjithë këtë tregu do të jetë i njëjtë për të gjithë. Mirë, atëherë Dardan t'ju pyes një tjetër gjë që ka të bëjë me këto leje ndërtimit. Legjenda urbane, të cilat kanë filluar të ndërtojnë shoqat ndërtuesve, ndërtuesit e tjerë, ka të bëjë me grupin i cili jep leje të ndërtimit. Unë e njoh Libor Naliun, e di se cili mund të jetë qëndrimi i tij, ju një edhe juve personalisht edhe Shpendin. Por megjithatë më duhet të pyes sa ka ndikim Recep Selimi, sipas tyre legjendave urbane, që është një prej filtruesve kryesor për leje ndërtimi. Po, tash, këto janë, si me thonë... Kur do në t'ju atakon dikush, kur s'ka ndonjë arsye për këto, atëherë gjen një arsye periferike. Që unë po e them kështu.
Sot e keni pas konferencën për shtyp të shoqatës ndërtuesve dhe e keni pas konferencën e parë ku e kanë paralajmëruar kërkesën. Në të dy konferencat asnjë kërkesë përveç shkarkimit liburnit nuk e kanë. Po e kuptoni ku është halli. Nuk është halli këtu te rendi ligji dhe rregulli. Halli është këtu si mos ketë rend dhe ligj. Dardan Sejdiu, Liburn Aliu, Shpend Ahmeti, gjithë ekipi qeverisës në Prishtinë janë një. Kur flet për Liburn Aliu, flet për Dardan Sejdiu. Kur flet për Dardan Sejdiu, flet për Shpend Ahmetin. Pra kjo është një ekip. Nuk ka emrat përvetshëm këtu. Është ekipi i qeverisë lëvizjes vetëvendosje i cili modelin e saj të shtetit të së drejtës po e zbaton në Prishtinë. Dhe ky shtet i së drejtës duhet replikohet edhe në nivel qendror, sepse barazia është e domosdoshme për ekonomi tregut. Mirë, të pyes diçka, regjistrimi i ndërtesave me leje dhe pa leje. A i keni të evidentuara të gjitha derës për arsye se ju keni kërkuar një vit që ti regjistroni të gjitha ndërtesat me leje dhe pa leje. Dhe atëherë keni thënë që nëse ju kujtohet, do të marrim në një vendim se si do të procedohet pastaj me leje ndërtimit. Ligji e ka definuar qartë procesin dhe ne jemi komuna e cila ka ecë më së shumti përpara në këtë drejtim. Vërtet jemi lider në këtë vijë. Ne kemi regjistruar 46.000 objekte pa leje në Prishtinë dhe tash do të fillojmë legalizimin. Do e bëjmë një pilotim sepse legalizimi si më thon sipas rregulloreve dhe procedurave të ministrisë duhet fillojnë në shtator, por ne do e pilotojmë tash një grup të lejeve, një grup të objekteve, në mënyrë që të krijojmë procedurat dhe mekanizmat që në shtator procesi mos të jetë i ngadalshëm, po të jetë i shpejtë, i furishëm, sepse kjo neve na siguron edhe të hyra si qytet, që është e domosdoshme për zhvillimin, estetikën, funksionalizimin e Prishtinës, dhe e dyta që na siguron që unë mendoj që është e domosdoshme që brenda këtij mandati të përfundojmë me asnjë objekt të palegalizuar. Kjo është synim i jashtëzakonshëm. Shihni në vitin 2000 brenda mandatit 4 vjeçar. Brenda mandatit 4 vjeçar që Prishtina mos të ketë asnjë objekt pa leje, të palegalizuar. Pra dhe çka e bie kjo, secilit ata të cilët e kanë tejkalu lejen, nuk ju prishet, po do legalizohen duke paguar taksa për qytetin e saj. Taksat janë definuar për ministrisë, do i paguajnë taksat, do legalizohet ajo që me ligj lejohet legalizohet, ne do e bëjmë çmos që numri i tyre të jetë maksimal. Pra ne do të punojmë në kuadër të konturave ligjore që numri i legalizimeve të jetë maksimal, por normalisht që edhe ato që kanë shkel mbi pronë publike, kanë shkel mbi qytetin, pa asnjë respekt për njeriu, hapësirën publike, zhvillimin ekonomik, social, kulturor e financiar të Prishtinës, nuk mund të sillemi me to thosë nuk janë. Mirë, kjo pyes diçka për ajo që quhet ose akuza e ndërtimtarëve se i keni larguar dikun rreth 4.000 të punësuara për shkak të mungesës së leje ndërtimit. Realisht, cila është e vërteta? Pra po kthehem te numrat. Po. Pra 86 leje ndërtimit në vitin 2014. Karshi 90 lejeve të ndërtimit në vitin 2013. 3 leje të ndërtimit janë 4.000 vende të punës. Jo. Absolutisht. Keni parasysh, domethënë është i njëjti diskutim sikurse edhe me Recep Selimin. Pra janë shpifje të njerëzve që kanë përdorur konjunktura politik për të bërë milioner, pa e përfill ligjin. Nuk kam asnjë telash me asnjërin prej tyre. Absolutisht. Personalisht asnjë telash, por Prishtina është mbi mua. Prishtina mbi Shpendin, mbi vetvendosjen, në aspektin e qeverisjes. Na vjen shteti së drejtës, na vjen shtet ligjor, na vjen një shtet zhvillimor. Prishtina është shembulli. Si vendoset rendi, si vendoset ligji. Vetvendosja në Prishtinë po e tregon këto ditë për ditë. Vetvendosja në Prishtinë po e tregon edhe modelin e shtetit zhvillimor. Bergji. Por a mendojnë të gjitha mediumet kështu? Për shembull, ka një akuzë të vazhdueshme të një mediumi për papastërtinë në qytet. Shihni, edhe për një vendosje do kriterëve të cilat nuk janë për qytetin e Prishtinës. Tash, megjithatë, për shtyllat antiparko fjala. Baton, po e kam parasysh për cilën medium është fjala, unë e injoroj zakonisht çdo gjë që e thot ai medium. Por në fakt, në një pikë pajtohem. Ajo është? Ajo është që kompania rajonale pastrimi është duke u menaxhuar prej një personi i cili ka uzurpuar hapësirë dhe shteti ligjor nuk funksionon. E kjo Fejm Saliu. Fejm Saliu ka uzurpuar ndërmarrjen komunale pastrimi. Kemi vendim gjykatës i cili thotë që ai person nuk është zgjedhur lehtëshëm dhe kemi masën e cila, domethënë masën e gjyqit që të largohet ai person, policia nuk vepron. E kemi drejtues e bordit të ndërmarrjes që të kanë shkarkuar personin, ai nuk largohet. A do të thonë që të dy partitë politike që kanë shumicën aty po donë që t'ja japin një shijeve të vendosjes se s'mund ta pastrojnë qytetin duke përdor ligjin. Mendoj që ngarkesë e LDK-s,
mendoj që LDK-ja me 18 asamblejistët e saj aty e ka një ngarkesë të jashtëzakonshme dhe këtu në fakt nuk amnistoj as PDK-n me këtë sjellje cilën disa prej tyre e kanë në kuvend komunal. Në Prishtinë është zgjedh kryetar Shpend Ahmeti. Dhe dallimin mes nivelit qendror dhe nivelit lokal, ta them kështu, është që në nivel lokal kemi një lloj modeli prezidencial. Është zgjedhje direkte e kryetarit. Po, me vota direkte. Me vot drejt për drejt. Dhe Shpendi ka 37.000 vota. Është zgjedh kryetar, e ka një ekip qeverisës për shembull. Në komunë Prishtinës, për të shpjeguar saktë se çfarë është vetëvendosja. Në komunë Prishtinës prej 11 drejtorive, 6 drejtora nuk janë fare vetëvendosje. Është i vetmi rast në 15 vitet e fundit, batan. Ma thuaj një qeverisje qendrore apo një qeverisje komunale që ja beson drejtorinë e administratës një person i cili asnjë lidhje me politikën nuk e ka, është Muhedin Nushi. Njeriu i cili ka bërë reformë të jashtëzakonshme brenda vitit. Sot i merrni online certifikatat. Po pse LDK ju thotë që keni larguar punë nga drejtoria e urbanizmit? Po sepse dikush o përgjec për këto që ka ndodhur në Prishtinë. Po dikush o përgjec, nuk mund të sillemi dhe të shtiremi thu se ajo ka ndodhur, tashmë nuk mirëmi ne. Ka dikush o përgjec. Mirë, atë çfarë do të bëjmë me fejimin? Me fejimin. Cila është për arsye se qyteti është pengë një do të çlirohet. Dhe qysh? Ndërmarrja pastrimit do të çlirohet. Në fakt, kryeqyteti i kësaj republike do të pastrohet. Edhe prej këtyre njerëzve, edhe prej mbeturinave, sepse kem nevojë që Prishtinën ta shndrojmë në model. Metafora mbeturinës ketë bëj edhe me njerëzit, apo vetëm... Po jo, po flasë edhe për papastërtinë. Po në fakt, domethënë tash lidhjet këtu i kemi të qarta. Prishtina sot për shembull, sot 15 vite pas luftës ka trafik urban me 7 autobus. Dhe ne kemi arrit me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim që të financojmë blerjen e 51 autobusëve të ri që na vinë në vjesht të këtij viti. Në vjesht? Në vjesht të këtij viti vinë 51 autobus të ri Euro 6 me standardet më të mira evropiane nga një prodhues me renome ndërkombëtare, i cili fiton në tender ndërkombëtar të menaxhuar nga Bergji. Keni parasysh, as në nivel qendror për 15 vite s'ka ndodhur kjo. E kemi saktësisht shtetin zhvillimor batan. E kemi Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, duke financuar një ndërmarrje publike. Me kredit but besoj. Me kredit but absolutisht. Domethënë, është Euribor plus 1%. E cila neve na sjell në një situatë ku paguajmë kredi prej 1.5% në vjet. Tash kemi dalë te pika ku i pëlqen Dardanit. Në fakt i kemi një grace periud 2 vjeçare. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka qenë, si më thon, aq e afërt me neve saqë na ka ofruar gjithashtu 800.000 euro asistencë teknike në, si më thon, ridizajnimin e gjithë modelit, e që është domethënë pa kurfar kthimi. Pra janë dhuratë prej Bergjit për të ndërtuar model për Prishtinën. Dhe kjo reformë gjat, nuk është reformë e cila bëhet me një, si më thon, me një intervenim, me një shkop magjik, por unë jam optimist që qeverisja komunale deri në fund këtij viti do e implementoj reformën e trafikut urban, do i kemi 51 autobus të ri. Dhe kur e kemi këtë reformën e trafikut urban dhe këtë shije të reja të qytetit, a mund të thoni që Prishtina do të jetë edhe pa gropa? Absolutisht po. Më duhet ta shpjegoj pak, sepse është e çuditshme çfarë ndodh. Ne hapim tenderin me kohë për mbylljen e gropave dhe sanimin e trotuareve në qytetin e Prishtinës. Dhe ankohet i teti me radhë. Dikush i fundit me radhë atje, me idenë e kriterit diskriminues. Dhe cili qenë ka kriterit diskriminues, pas kemi kërku prej kompanive që të kemë bazë të asfaltit. Po ne gropat nuk i mbyllim edhe. Kompania e cila duhet të mbyll gropat duhet të ketë bazë të asfaltit. Sepse për ndryshe, në varet prej kompanisë e cila ka bazë të asfaltit, dhe në fakt nuk mund të reagoj. Dhe OSHP-ja, e cila më duhet them, po instrumentalizohet me keqardhje, po instrumentalizohet nga kompanit, ndështë me dije, pa dije, nuk e di, por po instrumentalizohet, dhe në fakt na kanë anulluar tenderin sepse kërkojnë nga ne që mos të kem atë kriter. Para mendojeni të hapim tender, në cilin thuhet ftohen gjitha kompanitë në Kosovë, përfshi këtu dhe minimarketet, sepse vetëm ashtu nuk diskriminojmë, që të aplikojmë për mbylljen e gropave. Nuk ka nevojë të ketë bazë të asfaltit. Po si do i mbyllim? Po e keni parasysh me çfarë telashe. Dhe kjo është arsyeja pse ka ndodhur deri më tash. Po, por ne kemi vazhduar. A mendoni që ky reagim për këtë lloj diskriminimi është politik? Dhe dikush është ndonjë kompani që nëse flasim për kapjen ta prish vetëm imazhin e kësaj qeverisje? Absolutisht po. Nëse flasim për kapjen e shtetit batën, kapja e shtetit ka rritur deri në këtë porë të shoqërisë. Nuk shkon ndryshe kjo punë. Pra është kap secili institucion, secili agjencion, cilit ja kanë dhënë emrin i pavarur, por në fakt nuk është. Janë që të gjithë njerëz të lidhur me këto konjunktura politike partijake, i kanë rahatuar kushërit.
Megjithatë, Dardan, duhet ma shumë debat edhe se ky debat është mes me edhe jush, po duhet edhe me ata të cilët ndërtojnë si farë skema, që ti sqaroni ma shumë qytetarët Prishtinës se ka pak sqarime për këto çështja, se qytetari i Prishtinës nuk e din kush është OSHP-ja, realisht një pjesë e tyre shumë pak e din. Absolutisht, pajtohem plotësisht me juve. Kjo është një prej telasheve kryesore që ne si qytet i Prishtinës e kemi dhe duhet gjithsesi të punojmë shumë më shumë në informimin. Ndonse ne jemi transparencën e kemi në nivel radikal. Besoj që informimi duhet përmirësohet dukshëm, në mënyrë që të jemi secili qytetar, përfshi këtu edhe mu, të informuar qoftë për brengën e qytetarit, qoftë për brengën tonë si qeverisje. Dhe këtë në fund, dy pyetje të shpejta, ju po flisni për ndaljen e degradimit, disa shtëpia të vjetra që janë gati si mbeturina, po prishin. Ju vetmit keni pas guxim kinë se ti heqni nga rendi ditës që mos flitet për një vjetërsi të qytetit e cila ka qenë në shkatërim edhe ashtu realisht. Në fakt në Prishtinë kemi shumë objekte të pabanuara, objekte të cilat janë shkatruar tërësisht dhe objekte të cilat tash përdoren për aktivitete kriminale. Se ka mbetur ato? Po sepse askush nuk është marrë me to dhe ne kemi filluar një aksion të pastrimit të këtyre hapësirave. E kemi një hapësirë për shembull prapa bustit Bill Clinton që është në mes të shkollës Gjemal Mustafa dhe banesave që janë tek rruga Bill Clinton. Aty është një shtëpi e cila sot është shëndru, është e vjetre, rënuar. Herë kemi bërë storje për të. Është e rënuar komplet, por dhe është pronë private. Është pronë private. Duke respektu, do me thonë, pronën private, ne gjithashtu duhet respektojmë edhe shëndetin publik edhe sigurim publike. Po ne me nësaj, mund të shkatroni atë? Absolutisht. Ose ta izoloni? Dhe tashmë kemi kërkuar, sepse jemi duke bë parkat pjesë komplet, jemi duke rigjeneruat hapësirë publike komplet, do jetë gjysma park, gjysma parkingje, kemi kërkuar nga pronari që ta rrezoj vetë dhe të aplikoj për leje. Sepse është pronë private, të aplikoj për leje dhe në fakt kalojnë për proces. Por nuk mund ta, si me thonë, ta bëjmë periferike dhe jashtë funksionit një zonë qendrore në Prishtinë, e cila mund të përdoret prej fëmijëve, prej banorëve të lagjës. Punët kanë filluar që 3 javë ditë, unë isha para disa dite e vizitova, është punu në pjesën ku është Gjemal Mustafa dhe tash shkojmë te kjo pjesa ku është edhe shtëpia, po shpresoj që pronari do intervenoj vetë dhe po shpresoj që ne do kemi mundësi ta zhvillojmë atë hapësirë në një park të mirë të lagjës ku mundet çdo qytetar të. Pyetja e fundit ka të bëjë me rrugën B. Në një pjesë të rrugës B, dikur ku ka qenë, ku sot është fakulteti teknik, ka 100 dakere që parkohen me ka 4 korsi, po themi kështu. A i pengon Dardajnë se i diu taja për arsye se ajo më rrugë, nuk është rrugë qore. Po lidhet me rrugën B. Po lidhet me rrugën B. Si e keni lejuar deri me tash këtë rrugë? Për të vazhduar, pse te ajo rruga B, që është në një hapësirë bukur e madhe, nuk japni leje kështu publiko-private për më ndërtu lokale, për arsye se oborri atyre shtëpiave që janë aty lart janë tokë të komunës realisht. Dhe pse nuk japni leje aty për të ndërtuar njerëzit hapësira, dyqane e tjera tjera? Po filloj prej dytës për tartë e para. Te kjo e dyta tashmë jemi duke diskutuar për konceptin e partneritetit publiko-privat për një pjesë të madhe të asaj hapësira aty e cila ka ashtu. Dhe besoj që kjo si vjet do të filloj të ndodh. Dhe sa i përket kësaj rrugës këtu që po flisni ju, këtu është besoj unë edhe përgjegjësia jona dhe e marr këtë 100%, por edhe përgjegjësia e policisë të Kosovës që sigurohet për sigurinë në trafik. Komuna Prishtinës, siç e dini, nuk ka polici komunale. A i keni quar kërkesë? Po, absolutisht, absolutisht. Se nuk ka kuptim, se tash ka semafora aty. Nuk ka kuptim. E para ka semafora, e dyta ka fakultet, ka banim dhe lidhet me një rrugë jashtëzakonisht rëndësishme e cila bën lidhjen e lagjës spitalit me bregun e Dillit. E kemi bë kërkesën, në fakt edhe policia e Kosovës është në hall sepse i ka vetëm 20 polic për ndrim në Prishtinë. Pa mjaftueshme është. Pa mjaftueshme. Në fakt ne është dashur që të bëjmë presion të jashtëzakonshëm të na ndihmojnë te inspektorati sepse kur erdh ministri i punëve të brendshme zoti Hyseni dha urdhër që policia mos përdoret për nevoja sekondare të inspektoratit në Prishtinë. Keni parasysh? Po kjo është imci për një ministër të trajtojë kësi tema sepse dëshiron që mos të sheh vetvendosjen duke pas sukses. Në fakt Skënder Hyseni jeton në Prishtinë. Mirë, atëherë kjo ishte intervista jonë. Faleminderit vatan. Dhe besoj që do rregulloni këtë punën me ndërkombëtarët, edhe pse kërkesat me të drejtën në bazë këtë që po shpjegoni që janë bukur çuditshme. Janë çuditshme dhe janë të pakuptueshme. Kostoja financiare është hequr, bariera në ndërtim nuk kanë. Në fakt çapo kërkojnë është që t'i heqin barierat e shtetit, që mos të ketë shtet.
Këte nuk mund ta lejojmë, sidomos jo në një vend si Kosova ku duhet mostër e rendit dhe ligjit. Unë kisha pas qef që ndërtimtarët të bëjnë realisht protesta kur ju shkelni, por natyrisht jo t'i veshin me të quhen protesta politike duke gjetë gjëra të cilat ju i shpjegoni ndryshe. Një sekondë intervenim. Nuk dua t'i vendos gjithë ndërtimtarët, sepse kemi letra prej tyre që janë distancuar nga protesta. Po flas për një grup i cili në fakt nuk është duke kuptuar që ose punojmë bashkë ose nuk punojmë. Nuk pritoni që me zotin Ebizariqi dhe zotin Selmanaj të ballafaqonin në për studio? Asnjëherë. Është kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Baton. Kënaqësi. Kënaqësi.